Klubi i futbollit Shkupi ka filluar me përgatitjet për sezonin e ri në ligën e parë futbollistike të Maqedonisë. Skuadra sezonin e ri do ta fillojë me përgatitjet bazike në stadiumin e Çajirit, që më pas të vazhdojnë në ndonjë nga qendrat sportive të Maqedonisë ose Bullgarisë. Televizioni ynë ishte i pranishëm në seancën e sotme të paraditës, ku mori prononcimin e trajnerit Visar Ganiu. Nga kryesia, kryetari do thotë edhe ne zbashku kemi vendosur që Shkupin ta bëjmë një ekip stabil në ligën e parë. Ajo është prioriteti jon ose objektivi jon. Po normalisht ne si ekip çdo herë do punojmë domethënë për pjesën e përmet tabelës, po mundësisht do thotë edhe të sigurojmë daljen në Evropë. Duke pasur parasysh se afati kalimtar i verës akoma është në fuqi, shtrohet dilema se klubi i futbollit Shkupi a do të sjellë freskime në radhat e veta. Jemi intensivisht duke biseduar me disa lojtarë, do thotë kryetari me udhëtësinë e ka atë drejtë e ka marrë, kurse nga ana tjetër jemi edhe me disa lojtarë edhe nga jashtë duke biseduar me agjencione të ndryshme për të pruar lojtar kualitativ. Kapiteni Suat Zendeli shprehet optimist se ekipi i tij me përgatitje cilësore do të mund të realizojë pretendimet e veta në kampionatin e ri, edhe pse primare do të jetë mbijetesa në elitën e futbollit të Maqedonisë. Nëse është fillimi i fazës, normalisht që ne kemi fillu sa ditë me mungesë, por shpresoj që ta kompenzojmë se kemi akoma kohë. Unë nuk dua më tepër asgjë të shtoj, vetëm ta përsërisim sezonin e ardhshëm, duke parë se kemi mungesa të lojtarëve, presim që kryesia gjatë kësaj periudhe të sjellë dhe ambiciet tona janë këtë vit po të njëjta, po duke parë se kemi rastin që nuk kemi dënimin më dhe duhet të shpresojmë që të kapim ndoshta edhe Europë. Ekipi gjatë fazës përgatitore pritet të zhvillojë 4 deri në 5 ndeshje kontrolluese, ndërsa risi është se në stafin teknik që drejtohet nga Visar Ganiu është të kyçur edhe futbollisti Ardian Nuhiu, i cili do të jetë krahu i djathtë i tij.